Ish ushtaraku Artur Meçollari ka akuzuar ish emisarin amerikan Richard Grenell se qëndron pas sulmeve të fundit ndaj kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Me një reagim në Facebook, Meçollari shkruan se kjo nuk është hera e parë që Grenell vepron në këtë mënyrë, duke kujtuar vitin 2020 dhe zgjedhjet e vitit 2025. Sipas tij, Grenell nuk ka arritur të negociojë asnjë investim strategjik në Kosovë për veten apo miqtë e tij. Pas të gjitha sulmeve ndaj Albin Kurtit, fshihet dora Richard Grenell. Nuk e ka për herë të parë, ka bërë në 2020 dhe gjatë zgjedhjeve të vitit 2025, vetëm në Kosovë, nuk ka mundur të negociojë ndonjë investim strategjik për veten apo miqtë e tij, shkruan ai në Facebook. Ish ndihmës sekretari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Rubin, në ditën e dytë të dëshmisë së tij në Hag, foli edhe rreth figurës të veprimtarit të madh të kombit Adem Demaci. Ai foli rreth një telefonate të Mandelës së Ballkanit aso kohë me sekretaren Madeleine Albright, ku kishte thënë se ose do të bëhej pavarësia, ose do të vdisnin të gjithë. Ati ju prezantua edhe një dokument ku tregohej se ishte i Albright lidhur me bisedat që ajo i ka pasur me Adem Demacin, ndaj të cilit ishte kërkuar që ta mbështeste Thaçin. Ai, Demaci, tha se nuk më intereson se sa njerëz vdesin. Ka qenë biseda më e egër që kam dëgjuar ndonjëherë, tha ai për bisedën e Demacit dhe Albright. Rubin deklaroi se ishte i pranishëm kur ndodhi kjo telefonat. Më kujtohet shumë mirë, por na u duk se ishte një person që kishte autoritet jo fizik apo vertikal, por ideologjik. Hashim Thaçi mendonte se kishte nevojë për një person si Adem Demaci që ta shtynte pak çështjen e pavarësisë. Ai nuk ka thënë që nuk duan pavarësi, por jo tani në këtë moment, dhe ai donte të tregonte se çështjen e pavarësisë mund ta diskutojmë pak më vonë. Demaci thoshte o pavarësi o le të vdesim, tha ai. Ish zyrtari i lartë amerikan. Sipas Rubin, kjo ishte shenjë që Thaçi kishte nevojë për Demacin. Sipas meje, kjo ishte një shenjë që Thaçi kishte nevojë për Demacin të thoshte që ta shtym pak më vonë çështjen e pavarësisë. Prandaj zoti Demaci ishte prori i tij nga vendimarrja në këtë grup. Ai kishte nevojë për mbështetje ideologjike nga themeluesi apo personi kryesor ideologjik, theksoi ndër të tjera Rubin në këtë dëshmi të ditës së dytë të tij në Hag.